Pjesa që nuk shihet është pjesë që është denoncuar. Ka denoncime dhe konkrete dhe për blerje vote. Madje, po, sigurisht ka. Ne kemi shumë informacione, na vinë edhe emra konkret, cilët do i bëjmë edhe publik në gjithë qarkun e Shkodrës. Ka pjesë të administratës, që tek pjesa e stadiumit, për shembull, realizojnë ndoshta dhe në këto momente që jemi ne blerje vote, apo interferim vote. Blerja është në shumë mënyra, nuk është vetëm se ne quajmë klasike, ka dhe benefite, leje ndërtimi, ndërtime pa leje, krijime hapësirash të tjera, të ardhurash, mënyra tjera, ka shumë mënyre. Mënyra e gjobitjes, e taksimeve, e lejimeve, gjërave të ndaluara, të gjitha arsenali atyre të mirave që ka një pushtet ose që mund t'i ndalojë një pushtet, vjen të gjitha në lëvizje në këtë periudhë. Dhe kjo është ajo qasja e majorancës agresive ndaj votës. Dhe nuk e bën nëpërmjet arritjeve. E gjykon qytetari, nuk është e domosdoshme ti të bërtasësh fort.